Stina e pranverës ka aktivizuar alergjitë e stinës. Ndryshimi i temperaturave ka shkaktuar fluks vizitash në qendrën shëndetësore, poliklinika dhe pranë mjekëve alergolog. Kuadrët e virozave, sidomos të virozat e periudhës, kanë qenë të tilla që shpesh herë të sëmumit i kanë ngatëruar me virozat e stinës. Ndërkohë që dhe riniti alergjik në vetvete është pak e vështirë të diferencohet me rinitin në tërësi. Kështu që duhet jetë një mjek specialist ai që diferencon një sëmundje alergjike nga një sëmundje jo alergjike. Një situatë e tillë konstatohet edhe në Elbasan. Është ambienti i ndotur, janë faktorët gjenetik që ndikojnë, jetesa që ne bëjmë, por që sëmundjet alergjike janë të moshave të reja. Ndërkohë që me kalimin e moshës, pastaj janë patologjitë të cilat i përkasin moshës më të rritur. Mjekët specialist thonë se alergjitë nuk duhet të ngatërohen me virozat e stinës. Faktorët që ndikojnë në shfaqjen e alergjive janë të shumta. Alergjitë e pranverës fillojnë në fund të marsit dhe vazhdojnë deri në qershor.